Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër dhe motra. Sot do të mundohem të flasim për një adhurim të mrekullueshëm, një adhurim që Allahu subhanahu wa taala ka veçuar si të tij. Ai është agjërimi. Allahu subhanahu wa taala në një hadith kutsi nëpërmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: çdo vepër e birit të Ademit është për të, përveç agjërimit. Ai është për mua dhe unë shpërblej për të. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Dietarët kanë thënë pse Allahu e veçoi agjërimin si të tillë, si adhurim i veçantë për Allahun subhanahu wa taala, sepse të nderuar, askush nuk e di realisht nëse ne jemi duke agjëruar ose jo përveç Allahut subhanahu wa taala. Ne mund të ndodhemi vetëm, shpesh herë, në shumicën e rasteve, ne jemi kur agjërojmë vetëm, mund të hamë të pimë, por ne nuk e bëjmë këtë. Për arsye se e dim që Allahu është ai i cili na sheh neve, ne e bëjmë këtë vepër për të, dhe se presim fundit shpërblimin madhështor nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është një sinqeritet i pastër. Kjo është një sinqeritet, një vepër të cilën e don dhe e çmon Allahu subhanahu wa taala. E kundërta e kësaj, të nderuar, është një sëmundje që quhet syfaqësia në vepra. Nëse muslimani bën vepra sa për syfaqe, për t'i bë tjerë të mendojnë se po bëjnë vepra të mira, vepra të mëdha, kjo është riaja, pra, kjo është syfaqësia në adhurime. I dërguari sallallahu alaihi wasallam këtë ka quajtur edhe si shirk të vogël. Riaja lind kur një adhurim është i dukshëm, shihet në praninë e njerëzve. Mund të jetë Zoti na ruajt prej saj në namazin tonë, mund të jetë në zakatin tonë, mund të jetë edhe në haxhin tonë, nga se krejt këto adhurime i ibadete i bëjmë ne në mesin e njerëzve, brenda turmës. Ndërsa agjërimi është vetëm për neve. Agjërimi është një lidhje direkte me Allahun subhanahu wa taala. Vetëm ai e din nëse ne po agjërojmë për të ose jo. Vëllezër të nderuar, kur agjërojmë ne ndalohemi nga gjërat e lejuara të cilat i kemi jashtë Ramazanit. Si për shembull nga të ushqyerit, nga pija, nga epshet e kështu me radhë. Dhe krejt kjo për të fituar një shpërblim madhështor nga ana e Allahut subhanahu wa taala në fund, pasi ta mbarojmë agjërimin ton në fund të Ramazanit. Allahu subhanahu wa taala në surën Az-Zumar në ajetin 10 ka thënë: Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allahu ka thënë, vetëm të durueshmëve u jepet shpërblim pa hesab. U jepet shpërblim, pra, pa llogari. Nuk llogaritet në këtë dynja, nuk mund të llogaritet shpërblimi për durimin ton, për sakrificën ton që e bëjmë na gjatë muajit, gjatë agjërimit në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Do të marrim një shembull për ta përmbyll, një shembull në cilin fakt jemi gjithherë ne kur agjërojmë. Ne agjëruesit jemi gjithmonë pjesë, domethënë, bëjmë pjesë në këtë shembull. Kur njeriu ndodhet vetëm në mes të vapës, në mes të ditës, në një ditë të nxehtë, të ngrohtë, kur vlon jashtë, njeriu është agjërueshëm, a mund ta prish agjërimin e tij? A mundet me pi ujë, me shu etjen e tij? Sigurisht që mundet, por këto nuk e bën vetëm për hir të shpërblimit të madh që ka premtuar Allahu subhanahu wa taala për këtë durim tonin që e bëjmë për hir të tij. Edhe sigurisht që ne shpresojmë në shpërblimin madhështor të Allahut subhanahu wa taala ditën e gjykimit. Pra, agjërimi si vepër është sekret për Allahun xhallashanuhu, ne e bëm vetëm për hir të tij. E presim fundit shpërblimin vetëm prej tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.